Salloni i poezisë botërore, Lulieta Leshanaku, Nava Dünkelman dhe Patricio Ferrari, më 14 nëntor, online në orën 6:30 deri në 8 PM në bibliotekën Stavros Nerchos Foundation në New York, Biblioteka Publike e New York, në bashkëpunim me Limelight Poetry organizon World Poetry Salon. Në këtë mbrëmje do prezantohet poetja shqiptare Lulieta Leshanaku, shoqëruar me muzikë live nga Dava Dünkelman, një perkusioniste japoneze me stil eksperimental. Pas leximit, Leshanaku do të intervistohet nga poeti dhe perkusi Patricio Ferrari. Ngjarja do zhvillohet si live dhe online. Poete laureate e Shqipërisë 23-25, autore e 9 vëllimeve poetike, fituese e çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare me styr English Pen Award dhe European Poet of Freedom. Poezia e saj përkthen përvojën e një brezi që u rrit në Shqipërinë post-totalitare, duke bërë një nga zërat më të njohur të letërsisë shqiptare bashkëkohore.